Jemi rikthyer live këtu në Elbasan, por lajmi i parë vjen nga Vatikani. Tymizin Vatikan në votimin e parë për zgjedhjen e Papës re, pra një votim i cili në fakt edhe pritej të dilte e tillë, por sinjalet janë që Vatikani do të ketë shpejt një drejtues të ri. Ndoshta Shqipëria do të ketë shpejt një kryeministër të ri, ose ndoshta fakt mund të ketë kryeministrin e vjetër. Mbas gjitha sondazheve, Edi Rama është fitues thellë së bashku me Partinë Socialiste në përpjekjen e tij për fitimin e një mandati të katërt. Në fund të mitingut, Ferit unë jam në shoqërinë e tij sonte këtu bus lumit Gjanicë në Roma. Faleminderit që më vë. Jemi live këtu në Elbasan. Elbasan? Në fakt e kisha mendjen tek një lajm tjetër që vjen nga Elbasani. Pak regjia mund na ndihmoj me pamjet e Elbasanit, ku ka patur një përleshje të simpatizantëve brenda mitingut të Sali Berishës, gjatë mitingut përmbyllës pikërisht momentin që ai sulmonte Suel Çelën. Pamjet ndoshta na ndihmojnë, janë pamjet cilat nuk kuptohet çfarë ka ndodhur, po sipas informacioneve të para që ne kemi, janë simpatizantë të kandidatëve në listën e hapur të Partisë Demokratike. Duhet të thënë zoti Rama, ju bët atë që dështe zoti Berisha në ligjin elektoral, por praktikisht kjo përkthehet bumerang zotit Berisha, por edhe situata në qeverinë tuaj nuk duket aq e mirë brenda listës së hapur, le të themi, ku konkurenca është shumë e fortë. Konkurenca është shumë e shëndetshme, sepse fal konkurrencës maksimizohet vota për partinë. Rëndësi ka që konkurenca mos degradojë në grushta edhe në shelma, siç me sa po dëgjoj ka degraduar në Elbasan. Po, pamjet fakt janë trishtuese do thoja unë, pasi janë simpatizantë njëjtës parti që përleshën njëri tjetrin, gjithsesi duket se edhe situata në qeverinë tuaj, sidomos në qarkun e Tiranës, gara është shumë e fortë për mos thënë deri diku me tone agresive, po të shikojmë çfarë do ndodhi në momentin që do ndahen mandatet. Po duhet të thënë që ju bët një zgjedhje, ndoshta kishte edhe komoditetin, bët një zgjedhje shumë zgjuar pasi hodhet në listën e hapur elementet më të forta të partisë tuaj. Po kjo do ketë dhe kosto, pasi shumë prej tyre nuk do mund të futen në parlament. Nuk është çështja të zgjuar, është çështja parimore, sepse ata që kanë marrë mandate nga Partia Socialiste në të shkuarën, ose qoftë edhe një mandat të shkuar, janë ata të cilët duhet ta konfirmojnë mandatin e tyre në fushën e betejës, dhe besoj që të gjithë e kanë kuptuar, madje jo vetëm e kanë kuptuar, po e kanë mirë kuptuar këtë gjë, sepse nuk kemi hasur asnjë lloj rezistence në këtë aspekt, në kuptimin më të mirë të fjalës. Kishin mundësi të rezistonin? Po, kemi bërë shumë diskutime për këtë, dhe nuk kemi hasur asnjë lloj rezistence në sensin e cila është më e mira, sepse kemi pas diskutime, kemi vënë edhe opsionet në tryezë, dhe nuk bënte sens që ata që kanë më shumë eksperiencë, ata që kanë më shumë lidhje me territorin, ata që janë më të njohur për njerëzit, të qëndronin në territorin e listës mbyllur, ndërkohë që më të rinj të hynin në fushën e betejës edhe të sprovoheshin në një ndeshje kaq të fortë dhe kaq të rëndësishme, pa pasur luajtur asnjë ndeshje më parë. Pra, u bë një harmonizim, edhe besoj që është bërë gjë e duhur. Po megjithatë, do ta pranoni që në këtë mënyrë bëhet edhe automatikisht një farë rokade, një farë rifreskimi i partisë tuaj. Temi nivelet më larta, siç janë deputetët. Nuk është ky qëllimi. Qëllimi ka qenë që partia të ketë një sasi të konsiderueshme gjaku të ri në të gjithë skuadrën, pra jo në listën e mbyllur gjak i ri, edhe në listën e hapur të tjerët, por gjak i ri në të gjithë skuadrën. Dhe kemi partinë më të re në fushë, faktikisht, përfshirë edhe partitë ashtu quajtura të reja. Qëllimi ka qenë që të ketë një raport gjinor edhe më progresiv, dhe faktikisht në listën e mbyllur ne kemi 52% gra dhe vajza, ndërkohë që në total, mos gabohem, gra dhe vajzat janë 71 në gjithë skuadrën. Dhe qëllimi ka qenë që të kemi përfaqësim shumë të lidhur me territorin,
Dhe faktikisht dëfjerë për shembull ne kemi një skuadër që i përfaqëson të gjitha territoret dhe të gjitha komunitetet dhe njëjta logjikë është ndjekur në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që po të shikosh Kënetën, Këneta ka edhe në këtë aspekt xhbalancime deri edhe absurde. Edhe vërtet është pak sidomos qarku në Elbasanit, ndoshta jo rastisht ndodhin ato që po ndodhen në Elbasan. Megjithatë, ju folët për raportin Po jo, se ka dhe gjë tjetër që Këneta ka mbytur. Kujtoni Këneta. Ka mbytur. I kemi ndryshuar dhe emrin e partisë ndërkohë. Ka mbytur, po Këneta është ka mbytur edhe protagonistët e primareve, që faktikisht ishin, si thush, një shprehje drejt për drejt e territoreve edhe e komuniteteve. Rasti më flagrant i kryetarit Partisë Demokratike të Kavajës, i cili fitoi primaret e gjithë Tiranës, edhe u asimilua nga Këneta, edhe nuk është as në listë mbyllur, as në listë hapur, madje më thonë që nuk është as në fushat. Kështu që fati i tij mbetet mister në aspektin politik, jo fizik, por e njëjta gjë me Dash Sulën në Elbasan, që fitoi primaret edhe u asimilua pa ju dhënë mundësi aty në asnjë lloj liste. Në Elbasan ka qenë edhe një tjetër protagoniste me cilën unë kam bërë dhe replika në parlament, mjeke e djathtë, por e mirë respektuar edhe nuk është fare. Ose në Sarand, kryetaria e partisë Sarand, do të thonë Këneta ka pas një qasje shumë absurde në raport me 11 majin, por Këneta ka bërë listën e 12 majit. Do të thonë lista e partisë së Bufit është listë për 12 maj, nuk është për 11 maj. Ndërsa ju Raç Kurt fare nuk bëhet fare primare, megjithëse u hap një proces për deputetin që duam. Dhe nuk shoh që shumë prej tyre të jenë listë. Ne kemi bërë primare një herë në 2007 për të zgjedhur kandidatët për bashkiet dhe komunat dhe kuptuam që është një eksperiencë krejtësisht e papërshtatshme për territorin, për kulturën, për traditën tonë dhe mbi të gjitha është një eksperiencë shumë e padobishme, për ta thënë me fjalë të buta, se mund të jetë dhe shumë e dëmshme për partinë. Pse e mendoni? Sepse zakonisht teoria është që partia duhet të jetë një institucion i demokracisë brendshme të tjera. Demokracia e brendshme nuk përcaktohet nga primaret. Demokracia e brendshme është një proces i tërë që ka mekanizmat e vet. Ndërkohë që primaret janë instrument që nuk i përdorin edhe parti të tjera demokratike në Europë. E jo më ne që kemi një traditë jo të gjatë demokratike. Po ju thoni për pak vite futemi në Europë. Ju thoni për pak vite futemi në Europë. Pra nuk duhet të netesim ato lloj tradite. Nuk e përdorin partitë në Europë në shumicë nuk përdorin primare. Primaret vinë nga tradita amerikane edhe janë jashtë territorit dhe jashtë terrenit të kulturës tonë. Megjithatë ju patët një proces për zgjedhje, ku një platformë ku patëm mira vetë që u regjistruan, deputetët që duam, nuk më rezulton që shumë prej tyre ishin në listat qoftë mbyllura, por qoftë edhe të janë një pjesë, janë goxha, në çdo. Janë, po nuk janë aq sa u mendua që do ishin. Jo. Pra, unë kam folur me shumë prej tyre, kishte shumë pritshmëri. Po mirë, dakord, po. Kjo lloj platforme do të hapte atyre mundësinë. Ne kishim 500 kandidatë që u seleksionuan, u shpërndanë për territor dhe morën detyrat e tyre, treguan veten e tyre dhe nuk mundet dot të akomodonin 500 njerëz në një skuadër që është shumë më e vogël se aq dhe që ka edhe të tjerë patjetër që janë pjesë e saj, kështu që numri i tyre është i konsiderueshëm në raport me çfarë ka qenë herën e kaluar. Zotëri Rama, ju dhe besoj keni një merit për këtë, keni përmbysur raportin gjinor në favor të grave dhe vajzave, që është një mirë dhe sigurisht unë e vlerësoj sepse vërtet komunitetet e tyre në Shqipëri edhe për shkak të historisë shoqërore të Shqipërisë ka qenë temi i reduktuar.
ne çyrykëve s'na le shumë mundësi përfaqësime. Burrave ju kam lënë, çyrykëve jo. Vërtet, unë le të themi mund ta kuptoja batutën tuaj politikisht, po besoj që ishte pak e tepruar. Jo, unë besoj që ishte krejt e shënjestruar. Flasim për politikë dhe flasim për gjysmak politik, nuk flasim për persona konkret që targetohen. Po dakor, por kjo kërkon një shpjegim shumë gjatë, por kërkon shumë asterikse. Jo, po e kanë se e thënë atë mënyrën fushat. E kanë kuptuar njerëzit të gjë dhe plus. Mendoni që është ka përcyer kjo si pse ka përcyer? Si keq kuptim? Nuk ka pas asnjë keq kuptim. Sepse për pak dole e parudha të gjithë gjysi çyryk. Jo, so unë e thash shumë qartë, unë thash që ne kemi shumicën e grave që mbështesin Partinë Socialiste, janë 56% e grave në gjithë territorin, ka qarqe që janë, po pra dhe thash, tek burrat, më shumë se gjysma në mbështesin, por janë më pak se gratë, se gjysma tjetër tash janë çyryk. I dhe i shëndonë asaj të grave. Tjetër. Nga i banja politike? Do me thënë të shkosh, jo se nuk janë me ne, jo se nuk na votojnë ne, se kjo do ishte e të mërshme si kur unë edhe ta mendoja të gjë. Se kështu pak në shpërkthyer. Por janë çyryk. Pra çyryk sepse si votojnë ju? Jo, sepse hidhen